Një 32 vjeçar me inicialet FB banues të fshatin Kosan të Macisë së Madhe është lokalizuar dhe arrestuar me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Arrestimi është kryer nga shërbimet operacionale të sektorit për kërkimet Fast Albania në drejtorinë e posaçme operacionale në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës në kuadër të operacionit të koduar Fast. Sipas policisë, 32 vjeçari që shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol pasi gjykata për hetimet paraprake në gjykatën e L'Aquila në Itali kishte lëshuar urdhër arresti ndaj tij. Në njoftimin e policisë thuhet, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, shërbimet operacionale të sektorit për kërkimin në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës finalizuan një tjetër fazë të operacionit policor të koduar Fast. Si rezultati veprimeve të mirë koordinuara operacionale në fshatin Kosan, u bëj mundur lokalizimi, identifikimi, kapja dhe arrestimi provizor me qëllim ekstradimin drejt Italisë i shtetasit FB 32 vjeç banues në fshatin Kosan të Macisë së Madhe. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi gjykatësi për hetimet paraprake në gjykatën L'Aquila në Itali i kanë nxjerrë urdhër arrestin për vepra penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe prishje të vulave të vendosura nga autoritetet të parashikuara nga Kodi Penal Italian. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën po vjojnë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.